Në cilat pika mendon që duhet të kemi më shumë të kujdes kur e largojmë një punonjës? Po, pikat kryesore janë ato që i mundson ligji i punës. Kështu që pika e parë është ajo që HR-i ose pjesa administrative e HR-it e bën, për shkak se nuk duhet shkelën drejtat e punonjësve, pavarësisht që kemi kompani që praktikojnë fatkeqësisht këtë pjesën që largimi është që nuk i pëlqen dikujt ose nuk i pëlqen pronarit ose bën, po nëse respektohet ligji, rregullat e largimit, njoftimet me kohë, krijon edhe një siguri për punonjësin, se normalisht i dush mi kriju një hapësinë punonjësit në aspektin e gjetjes një punës tjetër, se nuk përfundon jeta me një punë. Me një punë. Kështu që kjo është ajo primarja dhe na që respektojmë shumë, domethënë unë jam i parimit që pjesa e ligjit punës duhet respektohet patjetër te pjesa e largimeve. Po ka dhe forma tjera të largimit, është pjesa e matjes performancës, që ne e praktikojmë. Nëse performanca e tij është e dobët, ose nuk është e kënaqshme sa duhet, punonjësi ballafaqohet gjatë gjithë vitit me një vlerësim, edhe është, nëse më thonë in charge ose është në vimësi duke e parë se çka është duke ndodhur me progresin e tina, në fund ka një pajtueshmëri dy palëve për shkak se performanca është ajo që definon vazhdimin ose mos vazhdimin.